Kthehemi ke një temë shumë interesante. Filloj. Do ta fillojmë me radhë. Do ta përkthejmë mirë si emër, pastaj do dalim ke gjithë dallavet që po na thuan. Hantavirus. E lema virus e virus për virus. Ta përkthejmë çika ta Hanta. Neve kemi luksin që të komunikojmë me publikun nëpërmjet kësaj video. Dhe mjafton apo dhe audio. Dhe ti themi publikut vetëm kaq, hap tash internetin dhe bëj pyetje o inteligencë artificiale o Google-it. Si përkthehet në gjuhën shqipe nga gjuha ebraishte fjala Hanta. Ju rini gjithë ditë me ChatGPT. Gjithë gjona nga aty, shkruani pak lutem. Hanta, çfarë do të thonë shqip? nga hebraishtja. Po. Tash ne po ju a themi për verifikoheni, se është gallata. Çdo gjë që themi mos ta merrni të mirë qenë, thjesht verifikoheni çdo gjë që themi. Ne nuk promovojmë besimin që besoni ke gjë që themi ne, dyshimin. Dhe çdo kush e krijon vetë mendimin. E keni chatin apo? Bëj keni edhe me audio, po dush vej aty para kompjuterit. Edhe ta jepa, mos klodhesh fare me shkujt apo. Edhe ndërkohë që ti the këto fjalë në llogaritë sekondat e shkruajti, doli, po u themi. Mashtrim në gjuhën ebraishte. Hanta është mashtrim. Dhe ky virus ka emrin e dur, domethënë emrin e mashtrimit. Mashtrim virus. Mashtrim virus. Është një virus që nëse realisht vërtetohet kalimi nga njeriu ke njeriu, ka zero shanse të mos jetë modifikuar gjenetikisht në laborator. Pra, ata kanë vënë pretendim që ky virus transmetohet nga njeriu ke njeriu. Në fakt, ky është një virus i njohur që shkaktohet vetëm nga jashtëqitjet e mijëve. Nëse jashtëqitja e mijut hidhet në një ushqim, mund të ndodhi, nëse ai mi është i infektuar, që të transferohet ke ushqimi dhe ushqimi duke hëngrë njeriu ashtu të papërpunuar, pra të panxehur, të padjegur etj, edhe mund të ndodhi që mund të infektohet dhe në varësi të organizmit ka efekte të ndryshme.